Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit vijojnë të përshkallëzohen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka kombinuar thirrjet për një marrëveshje me paralemrime të forta ushtarake ndaj Teheranit. Duke folur për mediat amerikane, Trump deklaroi se Irani duhet të pranojë një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit, në të kundërt do të përballet me pasojë të rënda. Nëse Irani nuk firmos marrëveshjen, do të bombardojmë pa mështirë, u shpreh presidenti amerikan duke lënë të kuptohet se operacionet ushtarake mund të ndalen vetëm nëse arrihet një ujdim mes palëve. Pak orë pas këtyre deklaratave, Komanda Qendrore SBA-s, CENTCOM, njoftoi për një seri të re sulmesh ndaj objektivave ushtarake në jug të Iranit. Sipas ushtrisë amerikane, operacionet kishin karakter mbrojtës dhe kishin një shënjesër sisteme radarësh, mjete mbikëqyrje dhe infrastrukturë ushtarake të përdorur nga forcat iraniane. Sipas raportimeve nga mediat amerikane, Trump ka paralemruar se nëse Teherani nuk pranon kushtet e një marrëveshjeje, operacionet ushtarake do të vazhdojnë deri në rritjen e objektivave të përcaktuara nga Washingtoni. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane kanë reaguar duke pretenduar se kanë bllokuar plotësisht ngushticën e Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme detare për transportin global të energjisë. Ushtria iraniane njoftoi gjithashtu se ka nisur kundër sulme ndaj objektivave në Bahrein dhe Kuvajt. Në deklaratat e transmetuara nga mediat shtetërore iraniane, Teherani paralemroi se çdo anije që do të tentojë të kalojë nëpër ngushticën e Hormuzit mund të konsiderohet objektiv ushtarak. Autoritetet iraniane pretenduan gjithashtu se dy anije janë goditur gjatë incidenteve të fundit në zonë. Megjithatë, këto pretendime janë kundërshtuar menjëherë nga ushtria amerikane. Në një reagim në platformën X, CENTCOM deklaroi se trafiku detar tregtar në ngushticën e Hormuzit po vijon normalisht dhe se nuk ka pengesa për hyrjen apo daljen e anijeve nga korridori strategjik detar. Përplasja e fundit mes Washingtonit dhe Teheranit rrit shqetësimet për një zgjerim të konfliktit në lindjen e mesme, ndërsa komuniteti ndërkombëtar po ndjek me vëmendje zhvillimet në një nga zonat më të ndjeshme për sigurinë dhe ekonominë globale.